Adhuruesi i sporteve ekstreme Felix Baumgartner po bën përpjekjet e fundit për të thyer rekordin e Joseph Kittinger për rënien e lirë me parashut nga lartësia më e madhe të regjistruar deri më sot, 36.567 metra nga një balon në stratosferë. 41 vjeçari austriak synon të bëhet parashutisti i parë që thyen shpejtësinë e zërit. Ai ka planifikuar të kryejë këtë mision në Roswell në New Mexico për shkak të kushteve të favorshme të motit. Rënia e lirë do të zgjasë 5 minuta e 30 sekonda. Atleti Felix ka thyer rekorde në hedhje nga ndërtesat më spektakolare të botës, si qendra financiare botërore në Taipei, apo statuja e Krisht Shpëtimtarit në Rio de Janeiro. Në vitin 2003, Baumgartner përdori një palë krah të veçantë karboni të ngjitura me trupin e tij, që u bën njeriu i parë që përshkoi ngushticën e La Manshit. Ky është një hap drejt të panjohurës, ka deklaruar Felix. Një skuadër teknikësh dhe shkencëtarësh kanë punuar për 5 vjet për këtë mision, të sponsorizuar nga pija energjike Red Bull. Felix Baumgartner në fakt do të përpiqet të thyejë një herazi 4 rekorde të pathyera për më shumë se 50 vjet, për fluturimin më të lartë të një balone, rënien me parashut nga lartësia më e madhe, thyerjen për herë të parë të shpejtësisë së zërit dhe për kohëzgjatjen më të madhe të rënjes.